Tajlanda dhe Kambodja kanë firmosur një marrëveshje për armë pushim të menjëhershëm, duke synuar ndalimin e luftimeve që prej 3 javësh kishin përfshirë pothuajse të gjithë zonat kufitare mes dy vendeve. Deklarata e përbashkët u nënshkrua nga Ministria e Mbrojtjes dhe parashikon ndalimin e përdorimit të çdo lloji arme, përfshirë sulmet ndaj civilëve, infrastrukturën dhe objektet ushtarake, që atë përleshjeve sipas balanceve zyrtare humbën jetën të paktën 47 persona, ndërsa mbi 1 milion banor u detyruan të zhvendosen, duke shkaktuar një krizë humanitare në rajon. Marrëveshja parashikon gjithashtu ngrirjen e lëvizjeve të trupave dhe kthimin gradual të civilëve në zonat kufitare sapo të krijohen kushtet e sigurisë. Në kuadër të marrëveshjes, Tajlanda është zotuar të lirojë brenda 72 orësh 18 ushtar kambodjan të kapur gjatë luftimeve. Ministri i Mbrojtjes i Tajlandës deklaroi se 3 ditët e para do të shërbejnë si periudhë vëzhgimi për respektimin e armëpushimit. Konflikti mes dy vendeve buron nga një mosmarrëveshje territoriale mbi kufirin 800 kilometra të gjatë, e trashëguar që nga periudha koloniale, ndërsa një armëpushim i mëparshëm i arritur gjatë verës ishte thyer brenda pak muajsh.